Skandal me emrin e parashevit Simakut. Shipe Hysenaj përballet me pasoja të rënda ligjore. E ftuar në emisionin Live from Tirana me Ronaldo Sharkën, astrologia Elena Demollari analizoi muajin tetor për secilën shenjë të horoskopit përmes leximit të letrave tarot. Gjatë intervistës, ajo u ndal edhe tek rasti i bujshëm që përfshin Shipe Hysenajin dhe këngëtaren e njohur Parashevi Simaku. Kujtojmë që pak ditë më parë, vetë Shipe Hysenaj ishte e ftuar në të njëjtin emision, ku deklaroi se gjatë qëndrimit të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte dëgjuar që Parashevi Simaku u merrte burrat grave të tjera. Kjo deklaratë shkaktoi reagime të forta në publik dhe solli një përgjigje zyrtare nga vetë Simaku, të cilën mund ta gjeni në linkun bashkëngjitur. E pyetur për pasojat e mundshme që mund të ketë kjo deklaratë për Hysenajin, astrologia u shpreh: "Shikoj që ajo është shtyrë nga dikush. Do të ishte më mirë për të që të kërkonte falje publike dhe ta mbyllte këtë çështje. Nuk është as pak e hijshme që të flitet kështu për një figurë të respektuar dhe ikon të muzikës shqiptare si Parashevi Simaku. Kur ajo ka dalë në skenë, shumica prej nesh nuk kishim lindur ende." E pyetur nëse mos kërkimi i ndjesës mund të sjellë pasoja ligjore për Shipen, Demollari tha: "Po, shoh që mund të ketë pasoja. Nuk do të ketë burg, por e shoh një gjobë, dhe jo një shumë të vogël. Do të jetë një gjobë e konsiderueshme, shumë e lartë se 100 apo 200.000 lekë." Mëtej, astrologia dha një parashikim edhe për shenjën e horoskopit të Shipes, duke theksuar: "Shfaqet një largim nga puna, qoftë dorëheqje, qoftë pushim dhe prapaskena të pakëndshme. Dikush e ka mashtruar ose do ta mashtroj. Ajo nuk i ka bërë të gjitha vetë këto veprime, por është e shtyrë nga një person i tretë që vepron pas kurrizit të saj. Duhet të ketë shumë kujdes."